Kështu nis rrëfimi. U fol për liri, për forcë, për pavarësi. Edhe shumë femra u frymëzuan nga fjalë të mëdha. Por jo çdo frymëzim është edhe udhëzim. Çfarë lirie ju ofrua vërtet femrës? Ajo zgjedhje së lirë, apo ajo që i nxit të largohen nga vetja? U shit ndarja si sukses, u promovua vetmia si emancipim. I than asaj bëhu e fortë, por forca u shndrrua në sfidë ndaj burrit, jo në ndërtim të harmonisë. I than asaj bëhu e pavarur, por shumë femra u ndjen të detyruara të largohen nga gjithçka, madje edhe nga vetvetja. Liria që të largon nga vetja nuk është liri. Martesa u paraqit si pengesë. Të jetë nën u shpjegua si barr, sakrifica si dobësi, turpi si armik. Kur sakrifica përqeshet, shoqëria thërmohet. Jo, unë besoj në pavarësinë e gruas, në të drejtën e saj për të menduar, për të mësuar e për të ndërtuar, por jo duke humbur shpirtin. Pavarësia nuk është rebelim, liria nuk është mungesë kufijsh. Në Islam, burri dhe gruaja janë të barabartë në vlerë, por të ndryshum në role. Dhe kjo është drejtësi e jo padrejtësi. Barazia Zot thot njësoj. Digniteti s'varet nga kopjimi. Gruaja nuk ka nevojë të bëhet si burr për të ndërtuar. Ajo është e nderuar edhe si nën, edhe si bashkëshorte dhe si gurthemel i shoqërisë. Feminiteti nuk është dobësi, është forcë me butësi. Kur e njeh vlerën e saj, ajo bëhet më e fuqishme se kurrë.